Mirje Braha Fashion. Gjendemi tek rruga B, kati 2 në Prishtinë. Mirje Braha Fashion. Bijuteria Bër. Tek ne mund t'i gjeni të gjitha aksesoret. Neve mund t'na gjeni në Prishtinë, Gjilan, Ferizaj, Prizren, Mitrovic, Podojev dhe në Skenderaj. Me ne, dashuria vazhdon. Një dekorim modern, një ndriçim fantastik, kuzhinë evropiane me një staf profesional. Kjo është Iliria Deluxe Podujev. Se s'pi kthen fjalët në Viber? Mu ka prish iPhone-i. Çka po pret? Shko bleje një të thita. Dekodi. Servisi. Më të reja. Aksesor. Vetëm tek. Bobby Shop Fita. Bobby Shop Fita. Dyer gjermane, Tememi, modelet më të reja të dyerve, të gjitha llojet e dyerve për dhoma dhe sallon. Dyer 100% rezistente ndaj gërvishjeve, si dhe të gjitha dyert sipas shijes suaj. Tememi, Magjistralja Prishtinë Mitrovic, kilometri i parë. Na kontaktoni në 045 300 888. Tememi, Prishtinë. Komandër, Ne pasoj me mesh edhe i sallat shope. mu ma bje një kombinim peskare edhe një tëratër. Një gullash me pire me copat mishit edhe një lëngë spis 5 pile. Për menyje kam përdorë thëm të liret mire dhe të shpejt, vinë me një herë. Qëre, gëllosh i vesh me ta kalë, ma linë mos të kushkan. O, sa shpejt! O, sa mirë. O, sa lirë! Jone, unë gjithë ke punë. Për lihet të rasi! Restorant Freskia Istog afër burimit. Ofron meny të begatshme me ushqim tradicional, shërbim cilësor, ambient magjeps i rrethuar me gjelbrim dhe këngë i lojrave për fëmijë. Restorant Freskia Istog. Filloi loja shpërblyese, hap dhe fiton nga uji Alpe, prej 1 maj deri me 30 korrekt. Shikon në kapakët e ujit të Alpeve dhe bëll dhe ti fitues i shpërblimeve. 10 televizor, 5 iPhone 6, 2 skuter, 20 herë nga 100 euro, 30 herë nga 50 euro, 50 herë nga 20 euro, si dhe shumë shpërblime tjera. Uji Alpeve për shëndetin tuaj. Agribau, kompani e specializuar për mekanizmin bujqësor, vendi ku mund t'i gjeni pajisjet më bashkohore për bujqësi. Përfaqësues ekskluziv i brendeve të njohura botërore të traktorëve Tumosan, Landini dhe Dongfeng. Makineria më e re nga Sip Slovenia, Minos Agri, Alpler, Fimax, Maschio Gaspardo dhe shumë brende të tjera botërore. Teknologjia jon i jep jetë tokës suaj. Agribau. Restorant Kristal. Vend atraktiv për të gjitha moshat. Gjendemi pranë shkollës fillore në Komoran. Restorant Kristal. Ancora Ceramika në Prizren. Dizajni, cilësia, eleganca, bukuria.
bukuria. Në Ancora Ceramika, në Prizren. Salon ekskluziv i mobiljeve slovene dhe italiane, dyer gjermane si dhe shumë produkte tjera klasike dhe moderne. Mobilje ekskluzive me stil dhe dizajn inovativ. Adresa: Magjistralja Prishtin Mitrovic, fshati Stanovs, Vushtre. Flori Dekor, zgjedhja juaj. Eja një pas meje, do t'ua prezentoj vendin ku dëshirat dhe ëndrat e juaja do të bëhen realitet. Unë jam gati, restoranin e gjeta, veç edhe princin po e pres. Restorant Berlini. Kompania për hapjen e puseve Obria Ferizaj bën shpoljen e puseve me gypa të betonit në gjerësi mbi 1 metër dhe thellësi deri në 44 metra. Obria gjendet në Magjistralen Ferizaj Prishtinë, 3 kilometra përtej kryqëzimit të Lipjanit. Kompania Obria. Saloni i perdeve dhe tepihave Vali Komerc, i dëshmuar në tregun kosovar për cilësi dhe kualitet. Kemi ekskluzivitetin e brendit numër 1 në botë të perdeve Brilliant. Vali Komerc gjendet në objektin e ri prej 900 metra shkatëror, në rrugën 17 Shkurti në Skënderaj. 045 361 111. Vali Komerc. Erbe? A jeti normal? Ty be dy banavana. A? Banavana. E tash, kalzo, ku je e ku si je normal? Unë brek djelës nuk jem normal. E kur bite poshtë jem normal, sa të nalë të hapur. Qysh je? A je mirë? A pe dole më mbyt për nga jemi na? Po pra, Tash vista s'kam... Urimet 8 mars, urimet 8 mars. Po pse 8 mars e për na jena në qërshor? Qërshor, valla Pse 8 mars? Kistana i pas ke morë. Kish është tema gruja ku është ka qenë dhe çdo të bëhet. Çka qa? Çka qenë? Që ka qenë? Çka ka qenë? Që është dhe çdo të bëhet. S'ka që mu pa gruja, valla, me ka zali dhe dreq. Vesh dush me fol për me, vesh pak. Dush me fol pak Makadales për me të kuptu. Pse, këtë të në kënë? Jo, këta vesh, si kur Ademi Kullovci në A, parlament. për të ka dhe më dhe pak me to atë për të qokolida kjo. Ka të? Në në më ndëruar? Si, mire, bukur, Tirana, Shkodra, Lupqi, ja Lupqi s'ka ka të jetë. Ajnë, Kërë platë si Shqiprini është të abona qëllë, se me këtë motërë ta me, qësh një motërë? A je mirë, qaj kam pun, ka shpia, për vibia, ta për Qësh është Naimi, se dhe buri sana kanë një Naimi? O, qësh është Naimi, jo veç edhe një Naim bëne, e bëne një 3 lengë. Motëra, mire? Nuk jam mirë. Ti jeme ta masha. Ti ka keklera, ja? Ka Shkodrane, ta Shkodrane. marshat keqen. Ta marshat keqen, ta marshat miren. Mirë, faleminderit. Toj, kështëm, a je mirë, apo lodhesh? Një mire qëshie? Qëshie Gjilfidone? A dhe jetë. Pse vëmë të mire? Pa ma s'ke këta në thash më thitash me bene me abeden thash rane dhe. Ka gjak i posën për një mire, për t'kallëzene, për kamë të... Apo një mirë? Mirë shumë. A pe keni nëzet? Ne po knaqemi sidomos jemi shumë femra këtu. Do shta po tregojmë... I dha vull kja. Jo, mustani. E vullosi kjo. Perenia fanën e ka qitë që shtojnë për me hjeshudu janë, edhe më janë zi bura vjetër. Bravo. Se e meritojnë, si i të këtune dhëna ima. E meritojnë. Që sa jorë këso? Urdra? Kur erdhe? Tash me këto duhet. Unë nuk jam nga Shkodra, Vesh me nga bërtit s'kene Kosova, mojnë jam me nga Tirana. A nga Tirana, Se nga Tirana vish dhe të ka pak mu po, ka bënë në kërështë. Ne atje këndojmë kështu. Sa mas dore më kelan si nuk e më shil, moje bukura si handri si gjebahir. Sa pas dore më kelan qis më ke më shira. Dole ka Gjakova kënej? Ka Gjakova. Që vesh dhe thrillera thash. Ushto në gryka e kaçanikut, morën në zjarë këto gurët e malit. Që ty në mësh se pak nalë të kishë, që ty në mësh me gjithë, ka dhe? Dhe ka lajnë që ty në mësh. A në gjithë të te, se ke muresh. Përli qalmat e ana. A, da, good. A, da, Apo?
Anadolit. Po da Anadolit, Andolli, kona ja hapi që pjesë me Andol. Tableta. Dhe në cilin, qa konë dhe shtë tjetër, po. E qa kona ja, goce vogelo, hej, goce vogelo. A të lutë këtyne? Po, hajtë ule. Bukra katirona, na mush mu tjetë plot me. Moje spenetit kalala. Mega kanga Për në kënu e shështë me hitë pak më nalë, të t'nja bakonve që shtës. Mirë, a ki me pyjtë edhe diçka tjetër, apo... Me pyjtë s'kam qef me bo pyjtje, A? se vetë përgjigjet e këto që na kanë ardhë. Mirë, me na thonë diçka tjetër? Unë e veç për jetë thëmë për duk një shumë bukur, edhe ti solë. Edhe jetë 2 minirë edhe gjithë fidanë. Unë i të duk shumë mirë, faleminderit shumë që keni ardhë, besoj që për pyjtje është kjo, unë i veç sa qështë me kënu ka pak me... Po, pa tjetër edhe të shtosh në... Jo, unë në fakt më beti me rak që nuk kënduam një këngë nga një pjesë tjetër e Shqipërisë, sepse ne kemi edhe çamarin në fakt. Sigurisht. Tu ma në kushe, moj belë hol, ma banesi, ma banë dorë. Tu ma në kushe, moj belë hol, ma banesi, ma banë dorë. Ma banesi, ma banë dorë, në kretë djali në obor. Se me këndim që ka perfekte, të gjeshë kej kongë, me valëzim që a ki punë. Me një rëthojnë adin me kësy. Mirë, jo keq. Hajde motët pak shpyrë. Pasha, zhjeti pa. Ja, pa, se pa, kush? Hajde sol që. Me të këqyri qysh për këtejnë të tjerë. Ne femrat e tjera kënduam, do na përfajsosh ti me kërcimin. Po, hajde. E, okej, edhe një not tjetër. Për një not tjetër. Një not tjetër kësh me të kena me kësy, jë kënëni, e këta dy naimat që apëtin. A gjemana imi të nave, tu i mos u bona. Shkodra, shërdet e lëmëtëri, falenderishin shkjarë. Prishtina, falenderishin fola burit na imit. O Tirana, bukur, një puq, falenderishin ishe. O Miki, falenderishin. Sol, tref që të, të zhjë më rëzira, një njëre që të, gjithë fitone. Po Miki, du ashtu, Albana, si fillon një ditë e juaja e zakonshme? Në fakt, ritmi fillon sa po shkojnë punë. Po? Me njerë, nuk gjatë gjithë ditës është ritëm. Sigurisht. Deri në orë të vona. Por të mos thëmë pastaj që ditët e pushimeve verore, ditët e pushimeve më të gjata, janë absolutisht tërkohën në telefon, duke folur me punën, ndërsa ditët e festave të fund vitit, të vitit të ri pra, më është dashur për shumë vite që t'jem ajo që ikje e fundit nga televizioni. Si gjithmonë, ne të televizionit. Po pa tjetër, por nëse kolegët e mi kanë ikur më përpara, janë relaksuar në një farë mënyrë, unë duhet t'jem deri në orën 20:00 të paktën në punë, për t'i lënë të gjitha në rregull. Pasi përshëndetem dhe me stafin teknik i cili duhet punoj gjatë gjithë natës për transmetuar, jam unë besoj e fundit që iki. Në fakt ndihem mirë për këtë. E çfarë ju lumturon? Në jetën e përgjithshme apo në jetën profesionale? Në jetën e përgjithshme. Më lumturon të qenit pranë me njerëz të mirë. Ndjem shumë mirë. Sigurisht. Po, patjetër, ndjem shumë mirë pranë njerëzve të mirë, njerëzve që më përcjellin energji pozitive. Ndjehem mirë kur kam bërë diçka të mirë, lumturohem patjetër që po. Absolutisht bëhem pjesë e idhërimeve dhe e gjendjeve jo të mira psikologjike të miqve të mi, bashkëjetoj me ta. Në esens, je idhnake? Jo. Jo? Jo dhe më vjen... Falë? Je tolerante? Jam shumë, dhe ndoshta kjo është nga pikat e dobta të mia. A mendon që ndëshkohesh nga njerë dhe pajson vetëm pastaj pse... Patjetër që po, megjithatë është pozitive them unë që të mos idhnohesh. Sigurisht. Është, ndoshta gjërat funksionojnë ashtu që edhe nëse dikush të bën keq, kthehet në një farë mënyre, nuk kemi ne pse marrim hak. Sigurisht. Kështu që deri tash të paktën kështu kanë funksionuar dhe nuk kanë parë keq të me. Unë do t'ju lë për pak minuta ju që të pushoni, por jo të mos na dëgjoni, sepse unë do t'kaloj në pjesën time, në anën time të majt,
ku e kam misafire edhe Sala Bekteshi. Si e Sala mas pari? Mirë, faleminderit. Familjen atje e ke mirë? Mirë. E di që prej aeroportit ke ardhur direkt në Odat? Po, në fakt sot kam ardhur. Mirë shumë. A kime najtë Kosovë veç apo? Deri të premten. Deri të premten. Mirë, okej. Arsyeja pse sonte të kemi mysafirë është se ju e keni lansuar një këngë të re, e cila titullohet Parisi i Kosovës. Parisi i Kosovës. Po. Kush e ka shkruar tekstin? Teksti është Arsim Bunjakët. Po, edhe muzikën? Muzikën në fakt e ka punu bashkëshortim për Loren Berisha, ndërsa orkestrimi është Erona, Studio Erona në Prizren. Edhe është inqizuar te? Është inqizuar te Studio Erona në Prizren, te Erol Dogani. Mirë. Dhe Sala, realizimin e videoklipit e ke bërë me? M Production, Mirton Gjekaj. Me Mirtonin? Mirtonin, regjisorin e Odeonit? Sigurisht e falenderoj shumë se ka bërë një punë të shkëlqyeshme. Sigurisht nuk ka dilema as diskutim. E keni realizuar brenda Kosovës, apo? Po, në Prizren. Në Prizren kryesisht, sepse kënga ka të bëjë me Prizrenin. Tekstuesi Arsim Bunjaku e ka përshu Parisin, do me to me Prizrenin, e ka bërë një krahasim shumë të mirë, kështu që edhe unë mendoj se Prizreni është Parisi i Kosovës. E po, jemi bërë të gjithë sy e vesh me dëgju këngën e juaj më të re dhe skena është për ju. Faleminderit. Parisi Kosovës, o qyteti dashuris, hapi dyrt Prizreni bukur, rrugës të timis. Parisi Kosovës, a ka ujë në Shadërvan, se po vitan shua jetjen edhe mallin që kam.
O vllaj. Po nali më vllaj. O motra, po ka orë na ime motra. O ke o motra, po nuk po më rako motra. O vllaj. Do ja them këngë me vllaj. Po, veç pak, erdhi na imi o i motra. O vllaj, erdhi. Hajde më vllaj, do këndojmë vllaj. Po do këndojmë. Do këndojmë vllaj. Po do këndojmë. Do këndojmë vllaj. Po këndojmë tash mos atje. O vllaj. Do këndojmë vllaj? Po, vllaj, do këndojmë patjetër. Okej, më vllaj. Do këndojmë vllaj. Jo po kthena, po këndojna pro. Po jam vllaj, fat kësyni më vllaj, do të këndojmë vllaj. Po këndojmë. Këndojmë vllaj? Vllaj. Këndojmë? Po dhe këndojmë. Okej, më vllaj. Po vllaj, po këndojmë herë tani. Shkojmë vllaj. Hej, ai pianist me kënu? Po më vllaj, po të këndu më vllaj, isha më vllaj. Po të këndu isha më vllaj? Këndoj. Si Kosova, si Shqipëria, si Erma, si Bia, qeveria, po punone, korrupcioni, po lullzone. Po lullzone! Si Kosova, si Shqipëria, si Erma, si Bia, qeveria, po punone, korrupcioni, po lullzone! Në Tiran ke e dirame, në Prishtin ke mra moshaken, ku vend këtu, ku vend atje, kërkush pun nuk po javshe. Nuk po javshe. Kërkush pun nuk po javshe. Zoti kam i vrasë. Në Tiran ke, në dirame, në Prishtin ke mra moshaken, ku vend këtu, ku vend atje, kërkush pun nuk po javshe. Po javshe. Ruj vllaj të shoh. Po javshe. Prit me dite, prit me vjete, pushka tyne, s'po kërsete, Ali Hoxhalia, shumë ma mirë me i qute shpia. Atë shpia jo për dyre më ho. Jam qëllëgjeren. Prit me dite, prit me vjete, pushka tyne, s'po kërsete, Ali Hoxhalia, shumë ma mirë me i qute shpia. Shumë ma mirë, aman, io me ciute spia non nama ti personale, nama gruppo di scuola, presidente, io me ciute spia non
Toske, ju pëlqeu sigurisht. Shumë bukur. Ju më herët thatë se televizioni juaj, TV, radio televizioni Skan, është më tepër ekonomik, apo në tërsi? Është një televizion i cili nga e hëna në të premte, totalisht dedikuar ekonomisë. Ekonomisë. Po, është formati vetëm në Ballkan ekonomik. Po. Një projekt i fundit që ne kishim në fakt si televizion, ka qenë një forum ballkanik i zhvilluar përpara shumë pak kohe. Që u mbajt në Tiranë. Në Tiranë. Po, në Tiranë. Kishim përfaqësues në fakt nga i gjithë Ballkani, nga gjithë rajoni. Mua më vjen mirë fakt që ishte televizioni jon që inicioi dhe organizoi tërë këtë forum kaq të madh ballkanik, pasi ndoshta është forumi vetëm ekonomik i zhvilluar në Tiranë i këtyre përmasave. Ne kishim fakt përfaqësues edhe nga Kosova. Mua më vjen shumë mirë që ishte zëvendës kryeministri zoti Enver Hoxhaj, një nga përfaqësuesit e Kosovës, kishte përfaqësues nga Doma e Tregtisë Kosovës. Ne u ndjem shumë mirë në fakt atje, ishim bashkë kudo. Të gjithë përfaqësuesit e rajonit Ballkanit u ndjen shumë mirë dhe është një punë fakt e cila vlen për t'u lavdruar. Të gjithë drejtuesit e televizionit kanë bën një punë shumë të mirë për ta bërë këtë forum. Kishte vështirësitë e veta, po kur pam në fund arritjet dhe të gjithë pjesëmarrjen, ishte një punë e cila vërtet e shpërbleu lodhjen dhe meritoi. Ndoshta ishte punë që do ta bënin institucionet, por jashtë edhe televizionit. Gunca, çka po na pret gjatë verës, rreth karrierës? Sigurisht. Miri, po sa përfundova unë këngën Zanin me tani, me njëherë ka mendu me ba projektin e radhës. Sigurisht, si gjithmonë, artistat. Asë njëherë nuk ka fond gjithmonë, pas çdo fundi vjen fillimi këngës tjetër. Mendoj tash, shpresoj që do ta realizoj ka shtatori, një balot, që ka me shpresu që ka mu pëlqy prej publikut, unë po mundoh me ba ma të mirën edhe shpresoj që të pëlqejet. Uroj me zamën. Faleminderit. Qka kemi mbet pa e thënë? Atjerë, ajo që unë doja të thoja është një mesazh i vogël për të rinjt që sa më larg pajisjeve elektronike dhe sa më pranë librave, dijeve, kulturës dhe artit. Sala e koncerte, dasma i aktive, apo? Po, me dasma shumë, tash edhe veç fillojmë në korrik, edhe kemi shumë, falenderoj gjithë ata që më kanë rezervu për sezonin e dasma. Kanë ftu. Po, më kanë ftu, edhe kështu që tash filloj me dasma. Kemi edhe ahengje, mramje të ndryshme. Unë me zemër ju falenderoj që sonte ishit mysafire të nderuara në show programin Odoan. Është ndirë dhe kënaqësi të kemi shembuj, si që kanë pas sonte juve, edhe njerë shumë falenderit. Dhe kemi kaluar në momente promocionale. Labicom, Prishtinë, ndërtime banesash të nivelit më të lartë, standarde evropiane. Labicom, Prishtinë. Si në Gjermani, si në Amerikë, ma lirë e ma shirë haro, edhe për të kalzaj. Aty, si aty teshat, i qetë, si aty muti e shpet nuk ho, për i kalzaj drejt, është qetë, ta ho zamën, njëve zamën, ta ho vjetër 4 ore, se pa orë që aty më ta morë banesë tyve në la. Të shëmsheti, të Labicom, Të Labicom. Banesën. Labicom. Përshëndetje, unë jam Mirje Bra, për gjitha juve femrave ku do që t'jeni, urnani tek saloni Mirje Bra Fashion. Nëse doni edhe numrin kontaktues 049 809 110, tek rruga B, Prishtinë. Zedh më të mirin që të bëhesh më i miri. 15 vite lider në cilësinë arsimore dhe inovacion, 17.000 studentë të regjistruar, 400 profesor, 220 universitete partnere, 40 laboratore shkencore me kampuset e inovacionit në Prishtinë, Lypjan dhe Ferizaj. Edukim cilësor, nivel botëror, vendi i parë në NASA dhe në robotik. Studimet master dhe për doktoratur mund t'i vazhdoni kudo në përbot, në Vjenë, në Londër, në Limerik e kudo tjetër. Zgjedhu më të mirin. Melodia PX, Prishtinë, kompania gjigante, me brendet më të njohura botërore. Giganti juaj, ndërmarrja më e madhe shqiptare. Ju aty e keni dhe e gjeni modën. Ku tjetër, tek Melodia PX. Sigurim fizik, individual, grupor, vëzhgim, vrejtim dhe bartje, e këtë bën vetëm kompania më e madhe sigurimit fizik në Kosovë, Besa Security, sepse e ka besën
ta je besën dhe mbon besën. Autohom Prishtina, i specializuar për Shad, Shkod edhe Audi, me pranor arsim sfishten, të gjitha mënyrat i bankja, për banke edhe barkje nësoj dhe gjdo loj që i përket këtyre kjereve. Autohom Prishtina. Gjarë se po shkoj për Pleqnisa nuk diviq u kolla eshti. Uj i Alpeve e ka pushtu botën. Këtë uj ta bje boban për 1200 metra vlarësi. I vetëmi uj i burimeve natyrore i patrajtuar kimikisht. Uj i Alpeve gjendet me fabrikë të mirë, fabrikë moderne dhe fabrikën më të poshtën në rajon. Uj i Alpeve! Ha! Hajde nusë reja jame, këm me dash si qiken teme. Ndash me dash si qiken tone, dhëtë me shkuet të Selveti me të nëresh nusën se kejta nëresh si qiken. Selvetja Vranjevs. Metalbao Vranjevs bën gjilindera shfare dush. Dhe që apti përësin, a gjilindera ti bën kështë gjarë për bashkë. Je veç në Kosovë, për jashtë Kosove. Metalbao Vranjevs, të besi. Memi dyrë Gjermone, ka thona i mëshmi, gjithë kënë bën e kaniderë. Tash nuk i nevoj, se të memi krije krej dyrë. Mëse hëp rastin, shka të memi katin e por, katin e dytë, katin e tetë, që s'ki maninaj, për që të dalin bëllë. Ka dyrë, s'ka dush, krej Gjermone nuk bojnë njët, për të mira. Titit, atë saloni Alberti, apo dhe kërtë mirë, ti këller, apo dhe kërë me të mokë, kejtë farë me të mropa. Ku me shkue? Për zotit vrapë. Po të ato salon Alberti e qyqe, i ki lirë dhe të mirë, edhe full ta mushin natë të veshti me herë. Kuku na jem! Urna! O e ku morë preze, visre. Edhe jem nolë drejt rentaker. King rentakar, Po, qaton, king rentaker, na jem e ku morë 19.99. Hesh ma shtrajt ashtë në kiri fin që i rina jem, i lam, na jem. Edhe shfate problema, shfate nevoj, për asë gjë tjetër. Kur gjë tjetër, heq. Makina Fringo 3. Fringo 3. Vetëm për 19.99 cent. Ma lirë, pesherë. Të siguruara full kasko. Full kasko. Në King Rentakar. Rentaker. Dhe dyër tuaja të lumëturis hapen dhe mbyllën tek Behari Dors, dyër moderne. Behari Dors. Ku po shkoni ju që një vesh kaq bukur, hajtë kalzanëm. Na po shkojna në vend bukur që quhet Iliria Deluxe. E për me shku aty do të mu vesh bukur. Çështo se na. Sepse Iliria Deluxe është qaqe bukur, sepse do të veshëm bukur të shkojmë në një vend të bukur. Iliria Deluxe po dujem. Mos ta shiqoni pse na vesh bukur, se na jena punëtor, po, punojna butësi, livrojna ara, mjellum kolomaq, mjellum gron, korrum, gjithaj bëjna. Edhe na shtatuni pse nuk jenë zhyt ta dhe pse tamam po doken si shefa. Pse? Sepse me traktorat Agribaut nuk lodhesh. Jo vetëm me traktora, po me të gjitha mjetet butësore të Agribaut, i cili gjitet në fushë Kosovë, ti gjithë do kërë si po shef. Apo dani me poshtë një banjo gjizhlume, një banjë që kur t'hesh mos me dit me dollë, ma shumë të najtë në banjë së në salon. Apo dani, shkajnim prezrente ankora ceramik, ku kunon far banjë, shfar keramikash, shfar mjetësh për banje, perfekt, për të alzoj drejt. Mos më këshër, nesu tash, nesu me mos më këshër ankora ceramik. Qa bën e një mirë, mobileria Filori, Prishtin, Vështre, bashën standard. Shkon me kërëm kom aftë bës me shkatush, nalesh mobile sfare dush. Dash i merë që aty, dash i thunë falë, që të nuk jem për vanin tam, pa ako mëndësimi përësit. Po, pa më të harrojnë, ata kanë edhe kuzhin, kanë garnitura, tani dhunë ma gjumi, po, bojnë edhe këse interjere, dhe më thonë, me dizajner dhe arkitekt, perfekt, po kam polirimve dhe për amazat. Filori dhe kërë. Shpresmunet, kompania Obria për ta qëtë ke ujtë ku dush, se për qëllë ke bunora, e pusa, gjithka, ta qëtë ujtë ku dush në për a bërë, e mdasha në ngurit fatë. Bravo, Obria. E ku gjindet? Gjindet në Ferizaj, magistralin Ferizaj, Prishtin. Obria! Apo të një, mësë më ju njërë dritaret. Pse? Me shkëni të vali këmërës, gjithë një perdet, dritaret e juje njëhen si lëshka, si zoja. Qish ku është? Qish më thu, mire? Ku është? Skendera! Dhe mos harroni revistën tuaj tradicionale, më të madhën shqiptare, Kosovarja.
ju mund ta lexoni online vetëm për €1.99. Vetëm klikoni në www.kosovariaviz.com. Kosovaria juaj. Si gjithmonë faleminderit publiku shumë i mrekullueshëm, e nderuar Mimbroma dhe mirë se erdhe. Mimbroma, mirë se ju gjeta. Dhe ju jeni arsimtarja Majlinda? Majlinda Hasanaj. Po pranë vetës po i shohim një grup djemsh dhe vajza që janë vesh me veshje kombëtare dhe kanë me performu sonte vallën e? Vallën më e rritur në Kosovë. Po? Kanë marrë pjesë dhe në shumë programe të ndryshme, po për sonte kemi përgatitur këtë vallë. Jeni shkolla? Në kuadër cilës shkollë? Shkolla e Glareves dhe Shmorët e Qendresës. Mirë. A tërhiqemi në dyjat ju lëm hapësirën bukuroshave dhe bukurosheve? Po? Isha t'i falenderoj prindrit për përkrahjen, sepse na kanë ndihmuar shumë. Sigurisht, fëmijët prind për punëve, nuk diskutohet asnjëherë. Atëherë në duart rrokitet e juaja e përcjellim vallëzimin. Faleminderit shumë. Sürücü